أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله الحمد في السماوات والأرض، لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لك اللهم الحمد في دنيانا وأخرانا، لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. افتح اللهم علينا فتوح العارفين. أما بعد، فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. صدق الله العظيم. Nderuar xhamati xhumas, pas lutjeve tona të sinqerta Allahu xhalla xhelaluhu, edhe përshëndetjeve tona që i dërgojmë gjithnjë prej kësaj kursie të nderuarit Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam, njeriu më të dashur të Allahu dhe të njerëzia, kemi lajmëruar qish në javën që kaloi se ne me një rumbullaksim si pas halit ton do të transferohemi në temën tjetër, temën e re të cilën do ta fillojmë sot, ndoshta me të mirëmi me ta disa xhumoja, e do një herë nëse jemi mirë edhe këtë do ta kryjm, e temë pas teme, ditë pas dite, xhumo pas xhumoja. Është qëllimi jon i formimit një brumi i cili e ka emrin brumi islam. Është qëllimi jon i ndërtimit asaj që Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'anin e Kerim i tha din. Është qëllimi jon i kthimit të nivelit freskimit të asaj që është veshk, edhe po veshkët për ditë. Ka kalu më frika në palc se nëse kështu vazhdon, një ditë prej ditëve do të thahet gjësejt. Nëse kështu vazhdon, një ditë prej ditëve do të thahet gjësejt. Me gjitha të barabar e dim se ka shenja të mira, e dim se ka lule të reja. Jemi të vetëdijshëm se bota islame ka fillu me e kuptu se bereqetin të cilin e mjelin e shekujt e fundit në kopshtën e vetë duhet zavendësu me qëtër. Për shkak se muslimanët fletën kur qertë erdhen me mjel bereqetin e vetë në kopshtën e ative. Është e gjallë, edhe është e dukur, edhe është pozitive, që kjo po ndodhë se muslimanët po e shofin se ki bereqet të cilët e mjelen me shekujt e fundit është bereqet i huj, edhe duhet me njanu, duhet livru, duhet praptu dhaun edhe mjel bereqetin e vetë. Në të njëjtën kohë edhe qetra anë është e vërtet se tjerët prap për ujitin fort. Tjerët kanë ngull kom edhe po i bojnë prap shortimet e pëmëve të reja që i po mundohen me i mjell. Pëma ma mykt, pëma ma vrarse edhe ma therruse ishte pëma e cila në këto vende
edhe në viset qera muslimone dominoj një disa dekada e ta shti vetë ato që e mjellën e shkullën në roj për ta mjellë një qeter e asa i vun një emën qeter. Mirë po, atë që e kemi na për temë sot që do ta fillojmë është një pemë e cila është në atë sistem edhe në këtë qetrin. Është një pemë e cila rojt i ka me një bache, ajo bache ka një emën të cilën emën Allahu Gjelle Gjelalu e mërtoj vetë në Kurani Kerim tha ajo është bachja e gjahilijetit, bachja e paditurisë. Në kopshtin e kësak në tokën e këtij kopshti am njëll kjo pemë për të cilën ato të folim e tema ajon pra ka emnin hidhrimi ati të cilët na i thëmë jedhnim hidhrimi. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kurani Kerim tha ba'da bismillahirrahmanirrahim idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyya hamiyyat al-jahiliyya fa unë bona në zemrën e ati që nuk është musliman, në zemrën e jo besimtarit, në realitet shëndrova zemrën e jo besimtarit një tokë të nxehtë, një tokë të cilën pamja asaj në sipërfaqe e ka emnin dhe për ka dukuria, kurse për ka veprimi është një gacë, për ka veprimi është një zjarë i ndezur. Kështu janë zemrat e ative që nuk janë musliman. idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyya a ka vore njoni prej nesh se ai që nuk është musliman sa shpejt jellot kur nuk i pëlqen një gjë. A ka vore njoni prej nevare se njoni prej njerëzve që nuk është musliman sa shpejt i këcen kantari ati para se të kupton ke qëllimin. A ka vore njoni prej neve se ata mendojnë keq hala pa folti. A ke vore njoni prej neve se i formojnë bindjet shumë herët para se të bëhen gjykimet. Pse kështu? Ajo fa shkëndije zjari e cila është pjesë e zemrës ative nuk i len me mendu, nuk i len me i bo konstatimet qetë e rava që është pra mendimi, konstatimi, gjikimi. Mendohet, konstatohet e pastaj gjikohet. Ata gjikojnë qish në fillim. Është një shkëndi, një gatë zjarri në zemër e cila pjesë përbërëse e zemrës ative. Për atë tha Allahu Gjelle Gjelaluhu unë i lash zemrët ative zemra hidhruse për pak e për shumë edhe shumë vështire keme i pajtu se jellon shpejt. Tha ku i në gjallë ki hidhrim tha hamiyat el gjahilije tha hidhrim në zetë zjarë gjahiljeti zjarë pa besimi. Këtu e ka fjallën e kja fjalla gjahilijet në këta jetë nuk e ka për qëllim fjalla e gjahilijes e pa diturijës po fjallë e pa besimit e i pa besushme është gjithmon i pa ditur. Kjo ishte gjisma e ajetit të cilin sot do ta komentojmë në mënyrë më modeste me halët e tonë nësa dim. A pa Allahu i dashur zemrën e ati që thash musliman tash e ke rastin me ne në këtë xhamin, këtë kursi këtu e ke rastin me ndëgju gjismën e ditë ajetit. Kjo ishte gjisma e parë. Tash e ke rastin me kuptu me ditë gjisma e ditë ajetit. Fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulih wa ala al-mu'minin. Fa kurse në anën tjetër Allahu Gjelle Gjelaluhu zbriti një qetësi të dukshme në zemrën e pejgamberit vet edhe të xhamatit atij. Kur ti folesh të prit çka po thu. Zakon ja ban vetës sipas normativit islam që përpara ta çet faljen e pastaj dhënimin. Zakon islam ja ban vetës që të mendon se ti për të mirë e patë pas ta marrë goja. Kurse në anën tjetër është ndryshe. Jo, unë e di se ti kështu me gojë po thu po mrena thu që të sen.
Dallimi i madh mes njënës shoqëri edhe shoqërisë tjetër. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishte halim, ishte i butë shumë. Ai nuk u idhllonte asnjëherë. Me përjashtim me një vend u idhllonte në jetën e vet. Ati ku një gjë që Allahu e kishte bërë haram, do ishin njerëzit halal ta bojnë, ati u idhllonte fort. Ka thonë il man taqama li nafsihi qat illa an tuntahak hurumatullah. Fa asnjëherë ai nuk u idhnu për veti. Çka ishte në interesin e atij su idhnu kur me përjashtim u idhronte fort në atë moment kur ai shifte se këtu një haram halal po do të më bë. Këtu një prej halalave po do me dal haram, në këtë çast ishte më i hidhrueshmi njëri. E këtu s'ka loj. Pra, çka do të thot ai ishte i hidhruar kur do një haram halal do të më bë. Pse u hidhronte në këtë rast? Pse ishte i hidhrueshëm holl? Edhe thall në këtë rast ai këtu ishte fort i keqësuar shpirtërisht se një nga një haramët nëse kalojnë halal, dikush pra po hek prej murit islamit gur. Po do në më rënu muri, e rënimi i murit nuk ashtë i lejum. Ata duhen të arun dikush. I ndëruar i gjemot, të ndëruar besimtar. Kur jam këtu edhe njëherë po kam dëshirë që të hes një shka kënë jarë në gjamit e para, unë sot do të flasë thash në këtë hyrjet këti dersi modest për punën e hidhrimit njeriut, për punën e hidhrimit, mirë po, në rregullorën e mësimit, në rregullorët arsimore, në rregullorët e mësimdhënjes, është që njeriu i cili spjegon një gjë, para se gjithashtu të spjegon definicionin e asaj gjëje për të cilën ai do me fol. Për shembull, njëri ka vendosur për xhallarëve, për mësuesve, për qetrit me thonë çka është haxh, duhet na tregon çka është definicioni i haxhit. Çka është zeqat? Spik në fillim çka është definicioni i zeqatit? Çka në fjala agjërim? Çka është definicioni i agjërimit? Pra, para se gjithashtu definicioni. Unë do të flas sot, do të hapi temën e hidhrimit, e do të folim për këtë temë me siguri mas paku një disa xhumoja. Në këtë temë unë do të përqendrohem mas paku një 7 apo 8 xhumoja në këtë xhami. Rreth fjalës hidhrim. Para se gjithashtu definicioni i fjalës hidhrim, çka është ai? Ka thonë kështu: hidhrim është shkëndia e zjarit e cila mshefët mas zemrës, sikur shka mshefët një shkëndi zjari pas hinit. Kja është hidhrimi. Çka do të thot? Se i cili prej njerëzve e ka me vete. Nuk kanë ata që s'kan zemër si tonën, e këto janë me lajket, s'kan kësi soj, s'kan kësi elementi me veti, nuk e posedojnë fare këtë bombin zjari. Allahu i këja të ndrishe. Pra, hidhrim është shkëndia e zjarit, e cila ka vendbanimin, e cila ka banesën mas murit zemrës, jo për para, mas murit zemrës, të ti, e banë se i cili me vete, i në gjanë shumë shkëndia zjarit e mshtjeluar në hi. Pse këtë shembull, pse këtë krahasim kështu? Pse shkëndia e zjarit e mshtjelluar në hi? Pse kështu? Se ati mund të tradhtohesh. Ati mund është me u djeg, se ke besimin se jo. E ke besimin se jo. Pra në çdo vend, në çdo hi, nuk është e lejuar ta futësh dorën si ke dëshirë, po ta futësh dorën me mjeshtri. E kam fjalën, duhesh ta dish mirë me ka të jetu bisedu. Duhesh të kesh i kujdesshëm me kanë po bisedon, duhesh e para se ta vesh lapsin apo gishtin e kujdesit me një vend, duhesh ta asojësh ambientin me cilin ton duhesh me bisedu me këtë njeri, me cilin koncept duhesh me bisedu me këtë shoq, me cilin koncept të bisedës duhesh me u fut me një negociat prej negociatave me dikan, edhe duhesh të kesh kujdes se atë që e ke përballë cilës shoqëri i takon ose cilit mentaliteti takon, ai cilit grup faktikisht, çfarë grupet gjakut mendimit bën ai me vete, ta dish ti se me atë që tu bisedu, edhe ai ka disa elemente mbi të cilët rrin me kom të veta. Kjo vazhdon për politikanët, vazhdon për hoxhallarët, vazhdon për arsimtarët, vazhdon për katundarët, vazhdon për njerëzit në tërësi.
Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kurani Kerim e ka rëmi hidhrimin me shumë ajete, në të njëjtën kohë edhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në hadithet e veta. Tha në Kurani Kerim, wa qulu linnasi husna, folni me njerëzit but. Wa qulu linnasi husna, kur të folni me njerëzit folni qet. Tha në Kurani Kerim Allahu Gjelle Gjelaluhu në gjuhën e Nuh alayhis salamit, i cili pat një polemizim mes atij dhe popullit vet, than ja Nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana, tha ti po polemizon me neve për na duket se e ke tepru pak. Kështu i than xhamati pejgamberit Allahu Gjelle Gjelaluhu, na ke polemizu edhe për na duket se e ke tepru pak me neve. Pse than Nuh alayhis salamit po na duket se e ke tepru polemikën me neve? Pse i than kështu? Se ato faktikisht nuk keshin armaturë të fuqishme me i qindru në bised një pejgamberit Allahut. Pse s'kishin kësi armature? Nuk kishin armaturë me i qindru për shkak se ai posedon të argumentet binë se me veti, e anë mikut argumentet binë se nuk i konvenojnë. E shka ban pra kur si konvenojnë? Shka ban? I ban digjona, njënën prej të dijave, armikut kur si konvenojnë argumentet binë se që i sjelti i digjona, për digjona kapët. Një njash, ja me u hidhru forte me marrë dhe një mos, e dita është me i ik në me një mënirë, me bo diçka me i ik bisedës. Këto gjona, këto hile i banan miku në trast. I thanë Nuh a.s. se deshtin të ikin polemikës, se qish mi qindru për nga merit Allahut, thanë ja Nuhu, qad jadaltana fa aktharta jidalana. Thanë, në banën polemik me time, po ti na i te prove neve pak. Shka te prova, shka thash? Shka thash? Pse të thash unë e ti e kjo arë që i kam unë e kam biteja është e jemja, të bote e për? Pse të thash unë e ti e që kjo tokë që po mjeli unë kjo farë, edhe fara edhe ara janë të dijat mijat, ti e të ardhe i noti, tash po do me ikë, nuk ta te prova gjo. Nuk thash te e për, se në polemik, prej polemik, me polemizu janë 10 kushte gjithsejt. Jo 11 as 9. Për polemik, për dialog janë gjithsej 10 kushte. Njeni prej tive 10 dhe me pik, nuk ka shmeranësi cili pik. Pik ai që si ka dit këto dhe si ka përkran bisedën e vetë. Njeni prej 10 kushteve është mos me fol ma shumë se sa ka pas nevoj, edhe mos me fol ma pak se sa ka pas nevoj. E mdëse kjo ndodh, njoni pra e merë litarin në përkomp. Njoni e merë litarin në përkomp. A i litari që mirë në përkomp, dash, ja i kepi argumenteve, ja hidhrim. Unë u jelnova, a i shka më tha. Po qka ka fajtë dhe prej kësaj? Kjo mos a jelnim. Mas shpine e ka kjo kuptimin që tërsen. Mas shpine kjo e ka kuptimin ikje prej të vërtetës. Me ik prej të vërtetës. Kush ullet në tavolin, prej të vërtetës nuk ik. As nuk hidhrohet. Kush ullet në tavolin, nuk ik prej të vërtetës fare. Ikja prej të vërtetës është dështim një bisede, edhe një kusht prej kushteve 10 për polemizim, është që njeriu mos ta ngrenë zonit. Kanë thonë, ngritja e zonit në dialog është dështimi argumenteve. A u ngrit zoni, argumentet janë bot vogla. Se s'ka nevoj, argumente janë më i fort prej gjithve. Hazreti Umeri thanë për Hazreti Umerin, kana waqafan inda al-hujja. Tha ishte njëri që u ndalte kur ju afronte argumenti. Kështu ndodhi në xhami një herë në Medinë. Ai shpjegon të një gjon lidhje me trashëgimin e pasurisë, një grua tha prej xhamisë mbrapa agje la ya amir al-mu'minin. Tha nuk ka është e vërteta që atë që po e thu prej shkallëve të xhamisë. E tha pra si është e vërteta? Ja solli gruaja në ajet në Kur'anin e Kerim për cilin a ditë Umeri e kishte mas shpinës gafletit vet. Tha asabat imra'atun wa akhta Umar. Tha qëlloj një grue, gaboj Umeri. Tha qëlloj një grue, gaboj Umeri. Kanë thonë disa prej ulemove se ki rast duhet edhe pak mu shoshit, qish ndodhi bash në xhami. Tha gaboj Umeri, vetë tha vetës, gaboj Umeri. Në rastet e hidhrimit njëni me qetrin, kush para kuj po lip ka falje? Po lip ka falje ai i cili ka gabuin dhe aja që qetrit tha, të më falë është ti fisnike, ti e ke me ven, unë kam gabu. Ditat e Jusuf a.s. në burgun e ti,
Kanë thonë 7 vetë, për shkak se Kurani tha bëda asinin. Kanë thonë 7 vetë, kanë thonë ma pak, kanë thonë ma tepër. Sa shfara me rëndësi. A ishte i burgosur. A ditë që u kri muddeti, a ditë që u kri gjikimi, po thojmë, s'ka qenë 8 vetë. 13 vetë e 8 mujë, pra po thojmë. Ka qenë i burgosur. A ditë që u bo burgimi. Edhe u kri, u mërë fund. A i njeriu i mretit thaja Jusuf, selamin e kije prej qeverijës Mosrit, se koha e burgimit tanë mori fund. Dil tash. Se u kri. Koha e burgimit tanë mori fund. Dil. Tha jo. Tha jo. Tha si jo. Burgja kri. Tha jo, tha sa kri halo. Tha po kur krijet pra? Tha krijet kur të shkoni ju të mreti e Egjiptit e ti thoni mretit ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Tha çka është puna ative grave që i prajtën durt. Kur sqarot ajo puna që tha atëherë dilet prej burgit. Ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Gratë që i prajtën durt me briska, çka pat që i prajtën? Për çka i prajtën ato? Çka i tha o ti zotria e Egjiptit? I burgosëri nuk po del prej burgut, po lip. Një spjegim, po lip një raport, pse ato gratë dur t'i prajtën a gje? Atëherë gruja e mretit. Atëherë ajo fe gruje për të cilën thuhet se ka pasën në Zulejkha. Tha, al-ana hasal haqku, ana rawattuhu an nafsihi. Tha, tash dul çdo gjon shesh. Unë jam e faj, unë bona tha faj gruja. Te kalaja kur jam mbylla dirt ati, faj spat as një faj, unë jam mbylla dirt ati. Unë e ngreva ate për këmishe. Unë ja shkeva këmishën ati prej mrapa. A i s'kish faj, tha shkoni lishon në dale se fajin e bajun me veti. Kuj për i lip ka falje, a i që i ka gabu, për i lip ka falje ati që ndaj ati a gabu. Kështu është sistemi jonë, edhe na sistemin ton me as një sistem qëtër nuk pranojmë me ndru. Çdo zavendësim i sistemit kuranor me tjetër është gjahilije. Çdo sistem tjetër i zavendësuar me një sistem tjetër është padituri. Edhe kjo na ndodhi. E zavendësum në sistemin islam me sistemin komunist, humbëm. E zavendësum sistemin islam tonin me lloj sisteme, me lloj sisteme diktatoriale apo apetiteve epshe të njerëzve të cilët mendojnë se po na afrojnë diçka, na afrojnë padituri, metëm të paditur. Pos qerave metëm të paditur. Korja, dorzat e fundit të komunizmit, çka metëm prej dorzave të fundit. Unë po e folën një fjalë, po s'po e dia ka shqip për ata adekvat, po e përdori termin çaklaz. Çaklazët e komunizmit metën në sarnishtat e tona, metën çaklazët e hidhrimit, edhe ato tash inshallah taala mendoj se do të ketë dur shumë çnosha me imbledh dhe ato se qëra herë kur korshmina me drapën i pa të morë plesh tullusum, pse na qojshin me imbledh ato fijet na për sërnisht, shumë i kish mi tullusum me imbledh ato, se u dash ke arën fije për fije me hef, me i gjetë ku janë, inshallah, këto janë, këto çaklaz tjellënimit mesin ton janë mrena, janë në mesin e ulemave, janë në mesin e njerëzve që prinë fenë këtë popull, janë në mesin e asimtarve, janë në mesin e intelektualve, janë në mesin e partive politike, janë në mesin e xhamatit, janë në mesin e miqësisë, janë në mesin e dajës së otnipit, deri në thellësi, deri te burri edhe gruaja me zveti për hir të këtij edhe për hir të atij, janë mrenda. Tash ka kërkojnë. Kërkojnë dur të shnosha me i fund tërnisht me nxerr këto çaklaz, nëse dojnë me dal prej sistemit që i kaloj dalje totale, se mbeturinat janë aty. Mbeturinat janë mrena. Kjo nuk ka turp se janë mbeturinat mrena, nuk ka turp, se çdo kolonizim lën pasojat e veta mos i shkojë. Nuk ka rastit që në Algjir, mas daljes së Francës, mas daljes de Gaullit prej Francës, prej Algjiri, pleqt edhe sot e ma dit mos din arabisht me fol, po të folin frëngjisht. Nuk ka rastit. Nuk ka rastit që Arapi ta mësoj arabisht në shkollë, henes për me dit me fol gjuhën e nonës. Nuk ka rastit. Kush e ban këta e ban kolonia. Pra kjo ish një lloj kolonie tjetër. Kush është më rrezikshme prej kolonive? Më rrezikshme është ajo që e ka emrin kolonizimi ideologjik. Ajo shtarak mori fund ndoshta kolonizimi ideologjik, me mbati mua me mendu si ti,
me mboti mua unë me mendu si ti nuk ka ndoshta shumë bajat, po me mbo mua me mendu për ti. Me më shëndru me një maqini cili gjithmonë mendoj çish shkoje ti për huj. Kështu nuk këta duhet zhduk. Këta duhet zhduk të gjithë së bashku, të gjithë së bashku, me ndihmën e njëri tjetrit duhet zhduk. I nderuar i xhamat. Edhe njëherë po kthehemi po them para se të vazhdoj në vazhdim. Hidhrimi është shkëndijë zjarri pas murit zemrës tënde. Sikur shka është një shkëndijë zjarri e mbështjellën hi. Erdhi një njeri i tha Rasulullahit alayhi salatu wasalam, tha ja Rasulullah, dulleni ala amalin wa uqallil. Kështu tha, dulleni ala amalin wa uqallil. Tha udhëzom për një punë, ta baj e po kam qef interesi jem tjetë në te nëse e baj pak. Udhëzom për një punë ta baj, e nëse e baj unë ate, edhe është pak ta baj edhe ma pak nëse e në ta kam interes madhë. Tha po, tha la të ghdab, mos e idhra. Tha mos e idhra. Mos e idhra, qka mos e idhra? Mos e idhra. Vetëm në ate që halali haram bëhet edhe harami bëhet halal. Vetëm në ate po. Ati ngulli kom thell. Ati kunderi njerëzve mirët në përkom, ati ngulli kom thell. Se ati mos më ujedhnua është haram. Ati ku në muzi motrës tonë mirët në përkom, ati ngulli kom se ati mos më ujedhnua është haram. Ati ku e ka emnin lirie një populli, ati i rënov, ati ngulli kom, se ati me ngulli kom të është kërkes e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ati ku një popull mirët në përkom, e drejta ati, edhe e drejta e gruës, apo e motrës e vlaut, e lirijës e qetrat shkelen, ati i dhrov, ati ngulli kom, se këtu pa o i dhru nuk korët sukses. Nuk korët sukses. Ditën e luftës nuk ka koncert, se s'ke tregu se po din mu i dhnu. S'ka koncert, s'ka kong, s'ka muzik, s'po din ti me manifestu fare s'far në gjendje je. I ke ndru pojmat, i ke ndru terminet, i ke ndru termat, i ke ndru venët. Njoni pra po vritët, kështu pra njoni po vritët, qetri po halitët. Njoni po i derët gjaku, qetri po i qonë përshëndetje dhe urime vlaut me kongën mirë se vdiqe. Këto gjona ndoshta po thamë, këto gjona ndoshta ka hala në radhat e popullit mende, të cilët thuj nuk e patën vendin, po këto e kanë vendin mas pari para se gjithësh. Ashtë gabimi madh mu i dhrua gje ku se ka vendin e mos mu i dhrua gje ku se ka vendin. Po qëllimi jonë është çdo gjohas vendin me a gjithë. Para te Ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu shkrujti një letër i shokët vetë, po i shkrujti di reshta. I shkrujti di reshta i dhe i ven i vu pik. Se kanë dalim letrat e djetarve prej letrave stone, na kur shkrujim. Ju e dini na kur shkrujim letra shka bojmë na. Na, për shpiustrijes për shembol, pi Gjermanie. E vlavi jam e mora sot pak vakët të lirë, me ta shkrujt një letra, unë jam mire në baba, mire në nona, mire në vlau, mire në një vagon me 30, një tren me 35 vagona, kejtë shprast. Kur gjonë ta mrena? Tha Ibn Abbasi, di reshte, edhe i vu pik në fund. Tha, la të të kellem fi ma la ja'nik, wa da'i l'kalame fi kathirin ma ja'nik, hatta të gjide lehu me udian. Tha më sfal shka t'hinu dhe, për plot pun shka t'hinu dhe më sfal. Tëri t'ja gjojsh fjallës vendin, pik. Tëri t'ja gjojsh fjallës vendin. Se nëse fjallës tonë dhe nuk ja gjojnë vendin, qka ke shka këtu? Ke shka këtu e hidhrim të prindit, e vlau, të mesi, të si ja ke gjojnë fjallës vendin, e ke fol para kohë, e ke fol mas kohë, njënën prej të dijave, e ke fol matë në zetë se sa e pranon zemrat i qetrit, apo e ke fol matë ftoftë se sa e pranon. Qa ke shka këtu? Ke shka këtu hidhrim. Prej kushteve kur të folësh me vlaun, për mës me hidhru ata, është me qenë ti i qartë kur të folësh. Prej kushteve, me qenë i qartë. Mës me lona te me mendu qka dashtë ti me thonë. Kjo është një faktor prej faktorve, është një element prej elementeve tash ekzistuse në mesin e popullit. Pak si me gozda, pak si me shajka, pak si me thera, pak si me fërfëre, pak si me klampa, pak me ata, pak me ketë, e aj ta more vesh ka dashta me thonë. Jo, nuk je besimtari mirë. Thumë qka je, qka ke me thonë.
jonë feja jonë në ka parasit. Foli vllau drejt, se a i ka një zemër si tonën. A i ka një zemër muslimoni, për të cilën zemër Allahu në Kur'an foli një fjalë, tha fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Allahu në zemrën e muslimonit zbriti një qetësi të dukshme. Zbriti një qetësi të dukshme. Pra unë kam vakt me të ngu. Ti ke vakt me ngu muë. Pse me gozhda? Pse pe i përmone? Tani po shkaktohet shqetësim në vend se qetësi. Fjala fjalë. Çka ka kuptimin? Definicioni i fjalës fjalë, çka është? Definicioni i fjalës fjalë është zbritje qetësie prej gjuhës teme në zemrën tënde. Zbritje qetësie prej nëpërmjet gjuhës teme në zemrën tënde. Që këtë me thonë fjalë? Se për ndryshe qish po ta qetësoj me fjalë zemrën, atë qetësi e kam zemër mrenda, ka thonë innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu ala al-fuadi dalila. Fjala ka vendin në zemër, e gjuha është mjet transmetues. Gjuha është një antenë e cila i ban valët e fjalës tërë të zemra jote. Jam i krijuar me të qetësu, jo me shqetësu. Se unë jam si ti, unë baj një zemër si ti, unë kam kohë me të ndëgju ti e 6 orë, spjego ma rastin. Pritëm ta spjegoj rastin. E të mire mi vesh, por jo me selame, jo me fjalë dobta, jo me fjalë shqetësuse, se fjala shqetësuse ka hesap, fjala shqetësuse ka llogari nesër. Ka thonë Rasullullah me një hadis, alayhi salatu wassalam, tha, njerëzit ditën e kiametit hudhen në zjarmin e xhehenemit me atë që ju ka korr guha. Njerëzit nuk hudhen, tha, ditën e kiametit në xhehenem me faca, çfarë ftyre dhe çfarë hunde kanë. Tha, walakin hasaidu alsinatihim, tha, kur gjohë qëtër, sa çka ju korri guha, me atë e fitojnë njënën dhe me atë e fitojnë qëtërën. Çka ju korri guha? Me fjalë gjikohesh larg, me fjalë mbrohesh prej gjikimit lart, me fjalë pajton zemra, me fjalë shqetëson zemra. Kejt është e lidhën për fjale, mu për këta Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk e qoj Kurani Kerimin Savraj Qajni Znakovi, shenja në rrugë të komunikacionit, po e qoj atë fjalë, e qoj libër, e qoj fjalë të radhitura mirë. Në ato fjalë të veta tha, wa kulu linnasi husna, folni me njerëzit fjalë të buta të cilët bajnë urtësi me vete edhe bajnë qetësinë në zemër me vete. Folni me njerëzit me urtësi. Mos fol, zoni nuk ju bën fajde. E ngritja e zonit s'ka fajde. Ngritjen e zonit e kanë të lejuar di vetë në këtë botë. Kur kush që tërkush. Vetëm di vetë e kanë të lejuar, sipas Islamit po flas. E ka të lejuar ngritjen e zonit mësuesin klas. Edhe e ka të lejuar ngritjen e zonit hoxha në shkallë të xhamisë ose në kursi, edhe e ka të lejuar ngritjen e zonit prindi për shkak se ai është mësues. E këto të tret janë mësues. E pse këto e kanë të lejuar ngritjen e zonit? Këto e kanë të lejuar se këto me Zot ngritur qetësojnë. Edhe këto janë shumë të interesuar që nxënësi i këtive mos gabon. Janë të interesuar, rinë kam me orë. Këto dalin në penzion të nejnë kam. Këto nuk shortojnë femë, këto nuk marrojnë bloka, këto nuk dhenin drasa, këto dhenin njerëz. Këto dhenin njerëz rinë kam, prejt nejtë mës në kam penzion dalin. Sa mu për këta tha, i dërguar i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, innema bu'ithtu muallima, tha jam i dërguar mësues. Tha jam, ama çfarë mësuesi? Çfarë mësuesi? Asnjëherë nuk u shënu që ai u hidhrun jetën e vet, për hesapet e veta, veç për fenë u hidhronte. U hidhronte me mat afërmin për çështjen fetare. Me mat afërmin. Ai ti nuk i interesoi ke fare se ki që i meritoj për punë fetare me yllnu me ta, e kam haxh. Ati kjo punë nuk i interesante fare, se kishte mbikëqyrës më në tepër, kishte mbikëqyrës sipër. Vjedhi gruja në shoqërinë e Medinës, vjedhi një grua për një fisi më të ndershëm Medinës. Deshtën,
u organizuan me një mënyrë shokët e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ta lusin ata për me ja falë se po i shumtohet tan fisi asaj grue. Po i shumtohet tan fisi se dora prek për vjedhje. Si me i thonë? Me ja qumë më të afërbin, me ja qumë më të dashurin që si apri shefin e gjetën Usamën. Radiallahu ta'ala anhu, hibbu Rasulillah, ma i dashuri i pejgamberit prej burrave në Medine. Thanë, si ti thoje ki, ndoshta ja fala asaj gruës. Rasulullah ka zemrën e but, ja falaj. Tha, ja Rasulallah, kam një kërkes. Tha, urno ti i dashur. Tha, ajo gruja që vjedhja është prej një fisit shumë ndershëm me emën, me histori shekullore. As ban me truk, këtë haber, këtë lajmë me truk. Ai Rasulullahi busqeshës. Ai që gjithmonë i kesh të ftira edhe i banin si drit e drita asime të ati arriti këtu. Arriti në kejtë vendet e botës për të shuas një herë. Ai që gjithmonë ishte i busqeshur, ma i mrolën se a dit në këtë rast kursu po. Tha, ja Usama, a fi haddim min hududillahi gjëtë të stesmihuni. Tha, dhe për një ligj prej ligjeve të Allahut ka armë mluta. E tash më dëgjo pra, o ti Usama, edhe teri ditën e kiametit prej mësusit. Sa viket mësusit dhe njëherë, tha, wallahi, lau anna Fatimata bintu Muhammedin sarakat, le ka ta'tu jedeha. Tha, Fatimja bia Muhammedit me vjedh, tha Muhammedit dorën ja pret. Fatimja bia Muhammedit me vjedh, tha Muhammedit ja pret dorën. Se unë jam ai mësuesi njerëzijës i cili, nëse këtë grua në lëshoj që shto, jam maj spari pari njerin këtë botë që rishfetin e pranon. Se edhe kjo në shfet, nuk e rishfet dhe 100 marë kam jadon ati, po edhe kjo në rishfet. Ndërhirja pa lidhje me i prish radhat e qetësis, është rishfet. Tha, unë do t'jemi pari njeri që rënoj këtë din me durët e mija, që më ka porosit Allahu me ngrit. E tani shka fillon të nena, a mundet mo dikush mas muë këtë ligjë me qunë veni? Jo, thënë, të ka dole be, po për nga meri asa ja fali, Muhammed ja ka, tja maj mirë se aji, aj maj mirë se tja. Shka po mendon ti? Shka thojshi njerëzit? Ja për shembull shka thojshi. Si cigaregjit. Cigaregjit i kam pyet me një dhomë një herë jonë këtu në katon mishësi. Për çështjen e cigares, tha, njoni tha, kur ka dalë ki dohani se efte, a diti o gjo? Thash po e di, në vitin 915. Se efte dohan për mito ka pa në vitin 915. Në regu. Që 1000 vetë. Do me thonë, tha, mas për nga merit, apo? Thash po dhe mas për nga merit. Tha, me pas konë gjallë e pik e dhaj. Ska në konë kinë kone ati se pa pas me e pi. Do me thonë se edhe këtu pari ka qef njëri ju me nëzirë. Edhe këtu pari dënë me nëzirë. Edhe këtë kanal e ndërton vetë, edhe këtu pari dënë me nëzirë. Se me pas konë ki doni për pare se ka pi po, ma si kana konë mas banë vaki edhe aje pike. E unë dilsh në ato një arsjetu, që po e pi. Unë u arsjetosh në ato. Nuk shkojnë punët kështu. Punët janë krejtësisht ndryshe. Ate që e zbriti Allahu Gjelle Gjelalu, edhe ate që e spjegoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në hadis. Aja është regulli jonë të cilës ne i përmbami. Regulloria jonë të cilës ne i përmbami. Sa aq duke mundohemi për ditë ma tepër. Abdullah ibn Amr radiallahu ta'ala anhu tha Rasulallah, madha yunkidhuni min ghadabillah. Tha, çka është ajo që më shpëton prej udhënimit të Allahut? I interesum që Allahu mos më udhënon te. Tha, çka është ajo që më shpëton prej udhënimit të Allahut? Tha, la ta mos më udhënon te, tha, shpëton prej udhënimit të Allahut. Tha, mos më udhënon. Për pak e për shumë do me thonë, për punë shka s'meriton më udhënon. Tha, mos më udhënon. Shpëton prej udhënimit të Allahut xhalla xhelalu. Ibn Mas'udi radiallahu ta'ala anhu tha një hadis nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tha, një ditë me një mezhlis ose në xhami i piti sahabët, tha, ma ta'udduna sar'ata fikum. Tha, ku i thoni ju trimni? Që është një ju. Kështu i piti pejgamberi xhamatin e vet. Tha, ku ju i thoni trimni? Çka është definicioni i trimnies te ju? Than sahabët, ate që se ne muin burrat ashtrim. Kështu than sahabët. Dhe më thonë si na. Bashkë si na janë përgjigj. Tha, ate që se ne mundin burrat,
Tha aja 3. Tha la, walakin men jemlik, lejse dhalik, walakin men jemliku nefsehu inda l'gadab. Tha jo, tha sanke, tha 3. E kush janë 3? Tha ai që e mban veten kur han shjellnushëm. Ai që kur i hidhrohet tërhiqet. Tha aja 3. Tashti mos i politizoni këtë gjonat, se këtë janë politik këtë. Me thonë, hajde është e arsi jetomi si aj për cigarën me pengamerin, me thonë, na, pi plot punve po tërhiqmi, trima po dalim na. Tërhiqu pi njone, se tërhiqu pi qetrës e pi qetrës, na dulim shumë trima shti. Këtu se kemi fjallën pra, në këtë rast, këtu se kemi fjallën, se dë njëherë është trim mos më u tërhiq. Dë njëherë je trim mos më, ka trim një i ka diteha. Dë njëherë je trim kur tërhiqesh, e dë njëherë kur nuk tërhiqesh. Hajde pra hoxho, sqarona i kura njonja edhe kura në qetra. Kur tërhiqesh prej vllaut, je trim. Kur nuk tërhiqesh prej atij qetrit, je trim. Kështu pra, si ti ndrojsh këto, je, unë se di shqip të më falni, je kukavic. Këto gjona duhet me nëvizu me një mënyrë, dikon me një fel letre, me një blok gjepi, me gjithë dhije barabar unë e di që këtu s'ka blok gjepi, se këtu s'ka, u shka kam me bo, këtu s'ka blok gjepi edhe u kri. Duhet këtë se i cili, se këto gjona na nuk i spjegojmë këtu havas, nuk i spjegojmë në ajrit, me mush gjamin, tha një plak, nuk mush e thesi me fjallë. Me morë një thes, me shtin gojë, me azon grikën e me folën ta. 100 vet me fola i smushët. Po këtë flitet për me umush një qëtër thes. Flitet këtu me umush thesi cili ka emnin kokë, edhe thesi cili ka emnin zemër. Aje kemi obligim pa tjetër me mush, edhe bile me i ranit, me i radhit mirë. Gjdo fjales me a gjetë vendin e vetë. Iyaka wa kathrat al-ghadab. Tha një hadis, të më falni, Suleiman ibn Dawud, birit vetë, tha iyaka wa kathrat al-ghadab. Tha kujtov mirë. Mësë jedhëshëm, tha mëse pasrit këtë jedhnimi, tha mësë jedhëshëm. Tha pëse jedhnimi e ban zemrën e muslimonit të hollë. Fa inna kathrat al-ghadab تستخفف في القلب تستخف في القلب. Shumë jedhnimi ja hek zemrës hijen, e le pa hije, e shëndron në zemër, jo zemër muslimoni. I del unira, e len zemrën pa unir. Mos e në shumë. Hashtë e alia, mdo kësa aj, tha, nëse nuk ka thonë aj një qeter, si aj. Tha, ahbib habibaka haunen, asa en jakune bagidaka jomen ma. Tha ate që ta dush, duje kadal, se ndoshta nesër se don. Wa abghid baghidaka hawnan asa an yakuna habibaka yawman ma. Tha atë që se don, mos e duj, po ngadal mos e duj. Mos e rromej më një herë, ngadal mos e duj, se ndoshta nesër e don. Pra me këtë shoqëri, nëse e ke vendos më rjedhnu me dikan, çka duhesh me bëmen? Duhesh me bëmen ndryshe. Thuj kështu. Pse të hidhrohet, thuj? Pse ti dhon? Pse ti baj këti unë i dëm? Kurse mas dimi viteve, kështu thuj, kurse mas dimi viteve, stërnipi jeme dhe stërnipi ati ullën me një bëngë të shkolla. Qështu thuj? Thuj kështu. Pse unë ti thonë këti njerit shka mos, a gjalli jem edhe gjalli këti nesër asker me një kravet? Pse ti thonë unë e këti? Kjo të në ndikon të gjalli jem edhe të gjalli këti. Thuj, pse unë kështu të foli për njonin të bajt shka mos, apo të bajt punoj shka mos, a nesër një pijem dhondri asaj shpije, se ato s'dvesin mas 30 vetëve, ato bohën miq, nuk dvesin ti shka ke mendu, ju pëlqen ative edhe të bohën miq, që që gjali dhe të bohët inxinjer, ato i pëlqen maton edhe u kryet, dhe ti thuj pishti pra, ka dal, nuk kanë kjo mu merë në kam shti, po i mshoj drejt, ka dal, thuj kështu, mas 1000 vetëve, mas 1000 vetëve, mas 50 vetëve tëne, na folin qertë për të keq, ka dal të bojmë na folin qertë për të mirë, ka dal të bojmë që qertë folin për neve mirë. E për të folë qertë mirë, pra Allahu në Kurani Kerim tha wa kulu linnasi husna, kur të folni fjalë që kanë me vete pesh edhe bajnë urtësi, edhe kur të folni fjalë të buta, folni fjalë të urta, folni fjalë që kontribojnë në paq edhe kontribojnë në mirësi, kontribojnë në urtësi, kontribojnë në zbutjen e tensionit në shoqërinë e ju mes vete. Mos folni fjalë çka bojnë, çka ngritin tensionin. Qertë, rrethonat qera,
frimat qera, ernat qera, atë pak po ja ngritin këti populli tensionina. Jo, ja kanë bo tensionin mbi 280. Qerë. Edhe në mezvetja, s'ka vakt. Unë kam thonë me një tubim, se dë një herë duhet me omorë me vetë vetën, se unë jam kundër politikës shqiptarve që e kanë përdorë me shumic, bani shkat, bani mos mirë, mi tash me vetë vetën. Unë jam kundër kësaj. Pse jam kundër kësaj? Jo që unë këtë politikë nuk e pranoj, kjo është shumë e bukur, po pse e kanë lënë pas qaru jam kundër. Pse e kanë lënë pas bërthi jam kundër, për atë. E kanë lënë pas bërthi politikanët tonë. E thonë bani që ka tash me vetë vetën, mos mirë me se kemi qera derte. E kanë lënë pas bërthi. Dë një zbërthim shumë të bukur, shumë gjonë, shumë komplet. A i zbërthimi jem, si pas ati hoxhalëkit tem, kështu, si pas saj feje që ne studiojmë është, ne dë njëherë duhet me umorë me zveti. E unë thash me një tubim, ti që s'pëdon me umorë me zveti kur, pra, me vetë vetën kur. Kur të dhomi me ka mirësh ti, atë natë, që të dhomi, me ka mirësh. Me mua, unë biles jam të morë vesh të ti shfar problemi ki. 25 nërë 0 temperatura, ti po shëtitës në borin tanë. Dhom për dhomin, po kam për i shëtit. Pra, vesh dhomin që të në borë, le i kam të ati. Ato s'kanë faj, ato s'kanë kur një problem. Dhomi po dhim ke kam për u shëtitëshin. Shumë interesant, pra. Kur po dhim ka dhomi me vetë vetën, po mirë, shëtë një herë bile, po dashe atë dham me shkull, atë dhamin e smuth. Atë që s'po banë mo, a i që ashtë vërtetu se duhet me nëzirë, me nëzirë. Po interesanta shumë se a i shka të vedën vend të ati ashtë mo pi që tërkap. Pale pika e ka për jardin. Kush përdi se qka është a i që po vjenë? Dë njëherë është ma mirë mës menuat, se janë shqetsu qertë, qatë shumë prej ati trivit, s'kanë bo sabër të mjeku me shku e kanë shkull me danët të nalaneve të shpia. Edhe kanë kalu ma mirë. Atë shumë a i qetri ju ka bo dam, pra dhe gjëmati jam indershëm. Keni kujdes, runi dhomë cefte, runi dhomë ca i keni, për t'i rujt ato duhet me i majtë pastër, nuk duhet me ushti ative të shmës edhe me i lonë dhamë. Tha Rasulullah s.a.s. në këtë kod, të kësaj bisede, tha, kulu, hane tha, hane ate që e keni ngoj, që në poshtë, a tha, ajo që ju metë në dhamë, qitë në jashtë. Kështu tha Rasulullah s.a.s. Ate që e shtinet ngoj, që në poshtë, ate që ju metë në dhamë, qitë në jashtë. Me qitat që ka merë në dhamë jashtë, do me thonë dë njëherë me umorë me zvete. E qka ka pra kuptimin dë njëherë me umorë me zvete? Me ushëru. Me ushëru. Jo me mendu se s'ka rri smut gjithmonë, zorët po përzien, si më stafonesh këtë latë, zorët përzien gjithmonë, e ti me ndë mësë më morë, me zveti përziju zorët, si të përziju ato s'pranujnë ushqimin e butë, nuk pranujnë ushqimin e fort, nuk pranujnë elementi që kanë hekër me veti, nuk pranujnë atë që ka atanë se ju bonë gjore gjabanxhi. Dë njëherë duhet më morë me zvete, pra. E qka më morë me zvete? Me ushëru, me i tregu tonit se këtu se ke me vend, me abo me dije njëri tonë se ti zgudzën, me shfridzu rastin e politikës aktuale, mos mirë me zveti, e ti me i tregu po shtërsit e tua, se natën e qertë po dhe mlebe, le, nash, mos mirë mishtin me zveti, e ti po i ban po shtërsit e tua, të rinë qënë, të rinë s'ka i po i qënë. Dikush duhet me ndalë dikam të kufini vetë. E kjo është më morë me zveti, kjo morjen me zveti është sevap. Është sevap, dikuj me i thonë ti nalu të kufini jotë, se ti këtu e ke kufinin. Kështu me umor me zveti është farz, po me umor me zvetin që të renon është farz me lonate, e ajo cëla fusha pra. Ajo është largov ti se unë po vi. Runa zot, me kontributit largohë që unë të afrohem, kjo morje me zveti është helaq, këtë morje me zveti duhet me likfidu, e për me likfidu këtë morje me zveti duhet me pas një princip jetë, a i princip jetë se ka emnin kështu, intereset e mija personale nërkam të mija. Intereset e mija personale nërkam të mija, unë i shkeli ato vetë, urdhë tua, qka për ju banë ti? Qka për ju banë tua? E unë të pash qka për ju banë pra, unë për i shkeli intereset e mija me kam, ti tuat për e afron të këne se u qelu dha, shujti se ki i shkeli, unë të mijave që u prin. Pra këtu dikush duhet me uqunë kam me thonë ti bol, nalu se ti këtu e ke i kufinin. Këta kur të bojmë na, është mirë që s'po mirë me zveti, ama jo s'po mirë me zveti na, ato negativat që i ka, se i cili popull mrena,
kur s'janë zhdu kejt, ato po thojnë, shti unë e shfridzoj rastin shti. Këto s'po mirëshin me zveti, nuk po folë kurkush, po ka dalë të baj unë ashka e me azez, se këto ma falin. Disa njerëz në këtë kod penal të veprave të penaltistave kanë njëse dhe me ingrare vollet ma shpesh në mesin e poplit, se po thojnë shti po ta falin. A ki pa interesant, ka dalë moda me ta fal filhal. A ki vuro? E pse ka dalë moda me ta fal? Unë po i baj helaq njerëzit, tani po qohën këshili i pajtimit komptar, e ato shka po bojnë me të ngame, mull një betë që është i mës mirë me zveti, me mori falja be mës mirë me zveti. Unë s'po e nëzaj i tensionin e ative njerëzve shka kanë me fal. Ato si ta falin, si ato kur kush se ka bo. Sa Rasulullah s.a.s. tha, ditën e kiametit kur do të në ndalë Allahun kom, ditën e gjikimit prej Ademit dherin fund, po a i do të thot një fjalë vet, edhe do të në urnon me ranë sesh dhe të gjithve me balë në tokë, e masit bim sesh dhe tanë njerëzia, do të thot Allahu gjelle gjelaluhu, feljakum men waka ajruhu ala Allah, tha në të qohët tash për në gjennet, ati që se vapi i karan dorën e Allahut, ka thonë, wala jakumu illa men afa, s'ka me mujt me uqu përveç se ati që pat me marrë një hake dhe e fali. Vetëm këto kanë me uqu në kom. Sa pra ki moment, unë po i nëziti ato që kanë me fal të falin, po ju tregoj ative të poshtrive, shka me ndojnë se masi këto po angazhoshin ati me ma fal, po e bajnë një helat se shti po e falin, se kshili i pajtimit komtar po thot, habe se me qerë shti kimi pun falja me zveti mos mirëmi. Jo i ndëruar i gjëmot, jo të ndëruar besimtar. Kur një popull ka si vitaliteti që e fal, unë shka duhet kuptoj këtu? Unë duhet kuptoj këtu që unë këtë popull që po fal ka hitë s'kam mundësi me gabu. Kur ki populli ka fituar vitalitet 15.000 gjaqe për një dit t'i fale. Për jëllnimi jam të folune. 15.000 gjaqe t'i fale për një dit. Kur një populli ka fitu imunitetin aq të madh, edhe 12.000 e 500 fëmijë të mbyllën në për shpia si që kemi në zakon, për një dit kanë dalë prej shpijave me hinë shkollat fillore, se kanë qenë të arsimuar për burgosin e tive, për burgun shtëpia këtative. Unë thamë këtu, kja është momenti i cili ma ban me dije se zban mu e dhnune për pak. Nuk ban me gabu unë mo kështu, nuk ban me qenë unë e për pak e për shumë qardak pa fije parmoki, se qardak pa parmok bjet prej tarase. E kur të bish prej tarase mo shumë vështir e ke edhe njëherë me hipe shëndosh. Populli jonë po plagohet për dit. Populli jonë po plagohet për dit. Populli jonë po hidrohet shumë shpejt, edhe po hidrohet shumë shpesh. Ai po ban gjak në pazar, ai po ban fjalë edhe punë pa lidhje, ndoshta në emrin e hire ati kodit se kështi mledhen shti edhe këto e bitisin. Jo vllave jam i dashur. Në këtu folim fjalë klasës parë, s'ka kje fjalë klasës ditë këtu, diçka me hek, diçka me lon. Hoxhën duhen me gjetë kejtë muslimanët para se të gabot. Ashtë më mirë. Këshillën e pajtimit duhet me gjetë edhe me respektu para se të gabot. Edhe masit gabot duhet me gjetë. Po ja që i hendeku i baltës shumë i gjonë, ja që i hendeku i baltës shumë i fellë. Për para, qka të bojmë në këtë rast? El amru shura, puna e muslimanëve është konsultim. Allahu në Kurani Kerim tha, amruhum shura, tha punë të muslimanëve janë konsultim. Tha ki din shka ka emnin posa sa islam, ki din e ka emnin posa sa që e ka islam, konsultim. E me konsultime gabimet bëhen. Po bëhen qaq të vogla që janë shumë të evitueshme. Pa konsultime kur e marrën e aksionin vetë me bëhen një gabim, atëherë gabimi bëhet po, edhe është i pa evitueshëm ose evitohet me shumë mundime. Zot i dashur, në këtë gjumo po të lutemi që gjumon prej neve kabul të bëjsh. Po të lutemi o Allah, në këtë dit kaq të madhe të këtij ibadeti kaq të madh që ti muslimanët anë kanë të botës ti fotesh në mëshirën tënde. Po të lutemi o Allah jon, që rinien ton prej fillimit deri në mbarim, rinien ton të muslimane prej Pacifikut e deri në Atlantik ta zbukurojsh me moral, edhe ta nalësojsh me dituri,
edhe atë tonën në veçanti kemi të drejt me të luta Allah i unë për familjen tonë, se na ke mësuar në Kur'an që lutë në për familje, atë tonën në veçanti po të lutemi që ti ta bëjsh sa më të ngritush, sa më të ngritur edhe shkëndijën e hidhrimit që ti e krijove mas zemrës, e cila është strehuar mas zemrës njeriut, ti atë shkëndi ta bëjsh sa më të vogël në rastet për interesin ton, e në rastet qera për interesin ton, mos ta shokësh se ajo pa tjetër duhet me qenë ati. Islami nuk na ka porosit hidhrimin me mit për fundin e dersit sotit, për rumbullaksimin e pjesës parë kësaj teme. Islami nuk na ka porosit me mit hidhrimin, por na ka porosit me shtip, me edukua ta, me majt nën kontroll. Lillahi l-Fatiha.